edhe është i rendit edhe i qetësisë që është sjellë për gjithë qytetarët pa dallim. Jo rallëherë ne kemi diskutuar që për veriun pa diskutim që ka qenë i nevojshëm rikthimi i stabilitetit në radhë të parë se u tha dhe prej Kreshnikut ma herët, jo që nuk është ditë, po sikur i disa grupe të caktuara të interesit e kanë shfrytzuar për nevoja dhe për interesat tyre të ngushta. Grupet kriminali kryesisht janë përbërë nga të dyja etnit, edhe serbe dhe shqiptar, dhe prandaj ka qenë goxha probleme dhe sfidues për të shtyer përpara diçka ose për të kthyer fillimisht qetësinë atje. Pajtohem që pas sulmit në Banë situata ndron në terren, kemi tashmë një situatë të re. Pajtohemi të gjithë që kjo situatë duhet vazhdo të mirëmbahet edhe të zhvillohet tutje në mënyrë që të sjellë progres dhe integrim të gjithë qytetarëve pa dallim atje, pa diskutim që duhet. Por për këtë gjë duhet vullnet i dyanshëm. Edhe për qytetarëve serb kërkohet që të vedisohen dhe të ecin tutje drejt integrimit në institucionet Kosovës, mos t'i braktisin ato, si që ka ndodhë më herët me urdhën nga Beogradi. Kemi pas brenda ditës kur ata kanë braktisur të gjithë pozitat e rëndësishme që kanë qenë brenda institucioneve të Kosovës dhe kanë tentuar që këtë vakum institucional pasaj ta shfrytëzojnë si barikadim për të kërkuar dhe për të shënuar pojena politik në interes të Beogradit. Në këtë pikë nuk jam dakord, ndërsa sa i përket rikthimit të qytetarëve serb në institucione, pa diskutim që duhet bëhet, pa diskutim që kjo është zgjidhja vetme edhe në interes të vendit, sepse askush asnjëherë nuk e ka pas të lashën me qytetarët serb, por të lashët kanë ardhur për një grupe ose strukture politike e cila këtu është për të minuar integritetin dhe sovranitetin e Republikës Kosovës për interesat të një shtetit fqi. Dhe ne e dim për këmë po flasim, për këtij presioni nuk kanë pas të lashë vetëm institucionet e rendit edhe sigurisë në Kosovë, po pa diskutim në radhë të parë ata që atakohen më shumë, ndoshta janë vetë qytetarët serb, të cilët po nuk u shkuan për shtati kësaj strukture politike, në shumë të në raste kemi pas raste kur janë... Çfarë bëri Kurti më ndryshe se sa qeveritë e kaluara? Se po flasim për veriu i Kurtit e kam quajtur. Do të flas për 5 vite të Kurtit në veri. Po unë konsideroj që fillimisht ka qenë strategji. Ramatoshi thot ka ofruar polici. Jo, unë konsideroj që fillimisht ka qenë strategji e qartë për të mos bërë kompromis me këto grupet e interesit, të cilat e kanë mirëmbajtur gjendjen në terren. Fillimisht ka qenë kjo, sepse kemi parë prej ardhjes së qeverisë Kurti një gatishmëri për mos bashkëpunuar dhe mos siguruar terren për këto grupet e interesit. Kemi parë mbylljen e pikave kufitare ilegale që kanë qenë. Gjithmonë po flasim për pikat ilegale, për ka kanë hi